Jo shumë, ndoshta edhe nuk ju kam lënë hapësirë personave paragjykues në rreth. Lumtur edhe momentet e dëshpërimit me i ndo bashkë me ta, kjo më bën të lumtur që unë kam ata halon jetën tem, babin, motrat edhe vllahun. Mamin nuk e kam, ka ndru jetë para 3 vitesh. Një fjalë që ma ka thonë besnik bëhu edhe bes mos e zë askujt. Gjesa aty në na bën me vrejt atfar boshllëkun që e kanë lënë në jetën tonë tash. A jeton Gjakova apo këtu? Jo këtu jeton. Okej, që sa vite jeton këtu? Jam me studime, në njëjtën kohë edhe në punë, kështu që tash 3 vite gati. Sa mirë, unë e di që Gjakovar punojnë shumë, janë zotit. Është e vërtet? Prishtinën e bajnë. Qa është puna yje kështu? Gjithanshëm. A një lokalistit? Jo, besoj që pak a shumë një paragjykime. Paragjykime? Po. Ku jam të kjo pjesë, a e paragjykuna herë njëtë? Jo shumë, ndoshta edhe nuk ju kam lënë hapësirë personave paragjykues në rreth. Sa i marrë ka të zemrës paragjykimet, kështot? Ndaj personave tjerë, jo shumë afër zemrës, po thëm për çfarë arsye. Duhet jemi pak më mendje hapur. Kështu e lënduna herë njëtë për një personi që ki dashtë, qof familjar, qof shok, shoqe? Jo, Asnjëherë? jo, kështu jo, asnjëherë. A i pa gabimet kështu? Let? Po, mendoj që për çdo veprim mundet me pas një arsye, mirë po nëse veprimet përsëriten, nuk besoj që është e arsyeshme. Çka s'kishe falë njëtë? Diçka konkrete nuk kam kështu, po nashta një gabim që ish përsërit disa herë, se edhe na njerëz jemi mundemi me u lëndu, kështu që nëse një veprim përsëritet 2 herë, 3 herë, ai më nuk është gabim, edhe besoj që për qatë veprim isha lëndu, edhe qato nuk e kisha falë. Një me nësit dytë një personit, a e kishe dhonë nëse ka gabu diqka? Po, patjetër se na njerëz jemi, mundemi me gabu. Duhet mi marrë parasysh edhe gjendjen në cilën ka qenë personi tjetër, situatën. A je pishman ose pajtore për nej po ose jo që a ke thot dikujt? Jo se çdo përgjigje që tham e mendoj. Kështu që nuk besoj që nuk i kom ra asnjëherë pishman. Se kom menu asnjëherë një përgjigje që ja kam thonë dikujt, për shkak se e kom mendu ma herët, nëse duhet me thonë po ose nëse duhet me thonë jo. E të lasë një histori e vërtet e jo tja, po shumica njerëzve që nuk e din për ty, që është shumë e vërtet. Që s'e ke thonë? Nuk po di se gjithë personat që i kam ofër, nuk ka diçka që mojmë sheft, jam kështu ka libër i hapur, jam person ekstrovert. Po diçka, një pjesë, ndeshta shumica nuk e din, lef shoqënisë, lef një të dashur që i ke. Po njerëz që nuk më njohin, nuk i din edhe të njohurat, as të panjohurat, për atë arsye. A je person që me çdo kohë diskuton për tema ndoshta që janë shumë sekrete? Jo. Temat sekrete i moj veç për familjarët e mi, personat shumë të afërt, që janë 4-5 persona eventualisht maksimumi, kështu që jo. Me persona tjerë mundemi me pas diskutime rreth ngjarjeve, për shembull ka ndodhur një gjendje e jashtëzakonshme diku, për ato gjëra më me diskutu, mirë po për gjërat personale nuk preferoj me fol në publik. A bën këtë që nuk i beson dikujt? Thjesht nuk e ke besimin? Jo, nuk është që nuk e kam besimin, po mendoj që disa gjëra duhet me taku ty si individ, nuk e ki për obligim që me ndo me tjerë. Donë që njerëz janë lëndu pineze më të dashur pas gjithë atyre që ja kanë tregu, dhe më thonë sekretet që i kanë dojtë. Ka mundësi që po, nëse ka qenë një fshehtësi që ka mujt me lëndu, besoj që po. Me 2 fjalë na përshkruaj jetën për ty. Çka të bën lumtur në jetën tënde? Që kam bën lumtur, familja, njerëz të afërt,
momentet e lumtura dhe momentet e dëshpërimit me i ndo bashkë me ta, kjo më bën të lumtur që unë i kam ata halon jetën tem. Kjo është kam bën mu person pak ma të lumtur. E ka një khimat personin ma shumë që qëndon afër pas çdo gjëje. Babin, motrat edhe vllahun. Duhet të ke vajza e babit. Po. Po mamin? Mamin nuk e kam, ka ndru jetë. Shumë vjeteq. Po, do më thonë, kështu, Sa kohë ke unë për mamin? para 3 vitesh. Shumë keq, vjen shumë keq. Kjo është jeta. Po. Ka qenë e shkrume tash. Se cili njeri që lindë dhe ka me vdek. Nuk po të shumë të këtoj këtë kohë, me që kujtimet i kitë fresta hala. Po. I ki për ta, një diçka që ti nga mami e ke marrur për jetë, që tash të shërben i këshill që sot e ruan. Cila është? Është një fjallë që ma ka thonë besnik bëhu edhe bes mos e zë askujt. Nuk e kam kuptu, kur kam qenë ma e vogël, ma e re, mirë po tash, sa ma shumë, çdo ditë ma shumë, që e mendoj atë fjallë, çdo ditë ma shumë hynë punë në jetën e përditshme. Për shkak se ti edhe mundesh me qenë shumë besnik ndaj personave tjerë, mirë po persona tjerë jo çdo herë kanë me qenë besnik ndaj teje. Po kjo këshilla që ty po të shërben, përveç kësaj që ti sot je krenar me këto që i rritur me të frymën e nanës tonë. Po? Një diçka që ti e ruan tjetër. Si kujtim për soj. Mami jam ka qenë një person shumë e dashur për njerëz të tjerë, edhe gjithë personat që e ka njoft e njohin si person pozitiv, person i dashur, edhe kur flasin veç mirë për ta. Këto kujtimet e saj i ruaj shumë me ëndje për shkak se janë kujtime shumë të bukura kur dikush për prindin tënd të fol vetëm fjalë të mira edhe asnjëherë nuk i një kujtim të keq ose një fjalë sa do të keqe që ajo ka mujt me ja thonë dikujt ose ai prindin këtë. Po do një peng që i ka mbetur me nana? Është si peng që i ka mbetur? Nuk kam, peng mundemi me pas gjithmonë, sepse kur prind largohen nga jeta, gjithmonë ka me pas diçka që ka me të met pikë që themi na, po kështu diçka konkrete jo. A pse shumica e njerëzve kur i humbin prind më të dashurve e din vlerën më shumë? Po nuk i kanë. Prezent. Mendoj se mungesa na bën me i vlerësu më shumë atë prezencën e tyre që e kanë pas më herët në jetën tonë. Ka shumë njerëz që, për shkak se jeta është shumë dinamike, ka shumë njerëz që jo vetëm prind, po edhe personat e tjerë që i kanë jetën e tyre, nuk e ndalen edhe me mendu rëndësinë që ka prezenca e atyre personave në jetën e tyre, kështu që kur mungesa e atyre personave na bën me kuptu se sa shumë ka pas vlerë prania atyre në jetën tonë. Mendoj që është kjo pak a shumë. Nuk mendoj që nuk e besoj që mundet me pas diçka që si për shembull mos dashuria ndaj prindit ose që i ka bo ata që masi i kanë humbë me i dashur më shumë. Është thjesht dinamika e jetës, nuk mundemi ka një herë kemi punë, kemi edhe probleme tjera. Po, e mandej nuk mundemi nuk kemi kohë me undalë edhe me mendu për prezencën e secilit njeri në jetën tonë, mirë po kur i humbim ata e vlerësojmë më shumë për shkak se mungesa aty na bën me vrejt atfar boshllëkun që e kanë lënë në jetën tonë tash. Po të më marrë në fund mesazhi për gjithë ndjekësit e historisë të jetës. Këshilla, mesazhi. Bëhuni njerëz të mirë edhe japni sa më shumë pozitivitet ndaj personave që ju rrethojnë, duni sa më shumë familjarët, shoqnin, edhe mos paragjykoni, ose janë nisur me paragjykimet. Faleminderit shumë për kohën që ndajte, turoj tash e tutje vetëm të mira në jetë. Suksese shumë. Faleminderit. Gjithashtu